ky tregim mos shumë t'i na flet ne në përditshmërinë tonë kur ne shumë herë gabojmë. Nga se kemi muslimanë të sotit të cilët i qëndrojnë me besnikëri dhe për kushtim namazin, por nga ana tjetër namazi nuk ndikon shpirtërisht e ato që ato t'i rregullojnë problemet familjare që i kanë brenda shtëpive të tyre. Ne kemi njerëz të cilët janë muslimanë dhe e falin namazin, por që namazi i tyre nuk ndikon që ato ta përmirësojnë fjalorin e tyre. Dhe ti dëgjon nga njerëz 5 kohë namaz, të cilët shahen me njëri tjetrin. Dhe pyetja e madhe është, pasi ti e morë udhëzimin e Zotit tek namazi, ku mbet udhëzimi i Zotit në fjalorin tënd? Nga se Islami nuk ka ardhur vetëm për ta treguar ne që duket me falur namazin. Islami ka ardhur dhe për ta edukuar ne fjalët të cilat ne duket t'i flasim. Pra, nuk është e nevojshme dhe nuk është e mjaftueshme që ne të dukemi dhe të mendojmë që jemi të udhëzuar nga Zoti vetëm se falim namaz. Të udhëzuar nga Zoti do të mendojmë atëherë kur krejt veprimtaria jonë është e mbështetur në udhëzimin e Allahut të madhëruar. Nga se ti mund të mendosh se je i shpëtuar me faljen namazit, mirë po mund ta humbësh xhenetin duke anashkaluar udhëzimin e Zotit, atje pastaj në një vepër tjetër të përditshme çka e bën.